Në një industri ku shpesh burrat e fortë admirohen e gratë e forta paragjykohen, a ndjesh ndonjëherë e frenuar në mënyrën si shpreh opinionin tënd në podcast? Edhe kjo një pyetje që unë shpesh ja drejtoj dhe vetes, por më pëlqeu shumë kur njëri nga ju ma bëri këtë pyetje. Po, patjetër, ndonjëherë ndjej, ka ditë kur mendoj dhe them, a ti ngëllon shumë? A do më gjykojnë mua keq? Por pastaj më kujtohet pse unë e kam nisur dhe jam këtu për të folur se si unë jam, jo si duam që t'jem. Ka një ndryshim shumë të madh mes të heshturit nga frika dhe të menduarit para se të flasësh. Nga maturia, dhe kjo mendoj se është një balans që ma ka mësuar jo vetëm pjesa e të bërit media dhe podcast, por besoj gjithë veprimtaria ime jetësore dhe më ka bërë të kuptoj më shumë për forcën time, sepse mendoj që të krijuarit balansën në jetë bën të kuptosh më shumë për veten tënde dhe për forcën që ti ke.